Flamurtari merr një pikë mjaft të rëndësishme në ndeshjen e luajtur në Vlorë përballë Tiranës. Një takim me emocione por edhe tension, ndërsa dy rivalet ndajnë në paqe. Stadiumi Flamurtari ishte i të mbushur nga spektatorët, vendasit vinin me dy mungesa të rëndësishme në këtë ndeshje: Trashi me karton të kuq dhe i pezulluar nga klubi, si dhe Bolzan me gjendje gripale. Trajneri Ribaj kishte aktivizuar Peraltën në vendin e Trashit, ndërsa tek bardhe blut Xhixha nisi nga stoli. Tirana e nis ndeshje në sulm, por edhe Flamurtari rrit agresivitetin dhe shumë shpejt në momentin më të mirë do të surprizohej. Mbrojtja vlonjate do të kapej mat, teksa Mehmeti shërben për Tabekun që mposhta Leskovskin. Tirana shfaqet edhe më e shpejt. Binsuka dhe Lushaj nuk kanë hapësira të dura. Peralta kroson në zonë për bllokohet. Në minutën e 9 Maksuti humbet një rast të mirë për golin e barazimit, teksa topi përfundon jashtë. Kërcënuese sërish Tirana në minutën e 16, teksa Mylovic provon nga distanca, por Leskovski është vendimtar me devijimin e tij. Todorovski shërben për Lushajn, por është e pamundur që vlonjati të arrijë topin. 10 minuta më vonë ka tension në fushën e lojës, me Çantakias që rëzohet në tokë. Gjyqtari Lata ndëshkon me të verdh Maksutin dhe Cortez. Rrezikon edhe Alvarez, por Leskovski është në gatishmëri. Në minutën e 38 Flamurtari shfaqet me një aksion interesant. Ramani në qendër pason për Lushajn, që godet në shtyllën e dytë, por nuk është i saktë. Tirana mbrohet mirë dhe është mjaft e kujdesshme. 2 minuta shtesë në fundin e fraksionit të parë. Maksuta i pason saktë Lushaj, por gjuajtja e vlonjatit grushtohet nga Bekaj. Peralta e mbyll me një mundësi brenda zonës. Flamurtari e nis pjesën e dytë me ndryshime. Trajneri Andi Ribaj ul në ston Lushajn dhe Ramanin për të aktivizuar MMA dhe Kasën, duke bërë një skuadër më sulmuese. Në minutën e 54 Kasa kombinohet me Maksutin. Kapiteni gjuan me kokë, por Bekaj kontrollon pa problem. Në vijim loja ka ritëm të ulët. Në minutën e 62 ka pretendime për penaltit e Flamurtari. Ishte Cortez që ndali topin e goditur nga Kasa, por për Latën në fush dhe Jorgji në var është çdo gjë në rregull. Gjuan edhe Todorovski, por grushton Bekaj. MMA harkon në zonë nga 16 metra, por topi devijohet. Një goditje e Maksutit është e lehtë. Në minutën e 71 Maksuti me një top brenda zonës, por ndryn vera, duke rrëzuar lojtarin Kuqezi. Protestojnë vlonjatët dhe kanë sërish pretendime për penalti. Në minutën e 85 shfaqet kërcënuese Tirana me Haxhiun që shpërdoron një mundësi të artë. Një minutë më vonë kundër përgjigjet Marku, që arkon në shtyllën e dytë, por topi devijohet. Hy në fush Pjeshka, ndërsa Diavara ulet në stol. MMA prodhon fluturimthi, por goditja është e pamundur dhe shkon jashtë. Marku harkon tek Pjeshka, që e devijon me kokë, por vetëm jashtë. 6 minuta shtesë në fund. Pas një rëmuje në zonë, Mata ndryn në mënyrë të gabuar ndaj Maksutit. Lata akordon penalti për Flamurtarin, që konfirmohet edhe nga VAR. Maksuti që e fitoi e merr përsipër edhe ekzekutimin, duke u treguar i saktë. Përpiqet reagoj Tirana, por nuk ka kohë. Në fund skuadra do të ndanin nga një pikë. Trajneri Andi Ribaj tha se në këtë ndeshje skuadra Kuqezi duhet fitonte. Ai theksoi se është i kënaqur kryesisht me pjesën e dytë të ndeshjes, ndërsa mendon se ekipi ka një ngërç psikologjik. E drejt, jemi dy ekipe që jemi rival direkt për të qëndruar në kategori, kërkoj fitoria, por si filloi loja, pësuam gol shumë të shpejt dhe ekipi nuk doli në ato detyrat që i kishim caktuar. Në pjesën e dytë ndryshuam, më pëlqeu shumë ekipi në pjesën e dytë, reaguam, shënuam, por duhet të merrnim maksimumin e pikëve. Po nuk fitove është problem, por javës që vjen presim Vorën, një tjetër rival direkt dhe të bëjmë maksimumin të marrim 3 pikë. Presidenti ka vënë premio çdo ndeshje edhe shiko, unë e kam thënë edhe më përpara, është një ngërç psikologjik për arsye sepse jemi poshtë në renditje, se po të ishim në një situatë tjetër, do ishte një lojë tjetër. Dhe nga presioni renditjes vjen dhe presioni i rezultatit. Unë besoj shumë tek ta djem, kam qenë kohëri që jam me ta dhe besoj shumë.
Trajneri i Tiranës Orges Shehi thekson se futbolli është i tillë dhe se rezultati pranohet. Patjetër nga pozicione që jemi të dyja skuadrat kërkojnë të merrin maksimumin, ne shku më afër fitores, por futbolli i tillë është dhe do ta pranojmë. Futbolli sigurisht që ka situata ndeshje, ka shumë ndeshje brenda dhe ka shumë ndryshime, edhe njerëzish edhe në strukturë. Dhe mendoj që thash edhe pak më parë që ishim më afër, aty afër do pak më shumë sakrificë, do më shumë përqendrim. Dhe ajo që ne kishim frikën duke marrë masat për bllokuar qendrën nga krosimet, por edhe për topat e dytë që ngelin në zonë, aty unë do shkuam me penalti. Vazhdimësia do të vazhdojmë të punojmë, jemi akoma në pozicion jo komod, aty ku s'na takon edhe për shkak të fanelës dhe traditës, do të vazhdojmë përpara dhe të shohim ndeshjen tjetër. Të shtunën e ardhshme flamurtari do të presë sërish në shtëpi një tjetër rival direkt si kundër është Dvora dhe ku do të kërkohet vetëm fitoria.